Eksperti sigurisë Ilir Kulla ka ngritur alarmin për një përshkallëzim të mundshëm global që mund të çojë drejt luftës së tretë botërore, ndërsa bota ndodhet në një moment tensioni ekstrem. Në një intervistë të fundit, Kulla tha se gjërat po shkojnë drejt përplasjes dhe se lëvizjet e Donald Trump në skenën ndërkombëtare mund të ndryshojnë balancat globale. Në këtë klim tensioni, Shqipëria ndodhet në një pozitë delikate. Kulla thekson se kryeministri Edi Rama ndodhet nën presion të jashtëm dhe të brendshëm mes përpjekjes për të ruajtur stabilitetin rajonal dhe detyrimet ndaj NATO-s. Ai shton se rajoni i Ballkanit nuk është imun ndaj konflikteve globale, veçanërisht nëse tensionet përhapen. Ne nuk duhet ta përjashtojmë skenarin e një konflikti madhor, deklaroi Kulla, duke shtuar se zhvillimet e fundit kërkojnë vigjilencë dhe diplomaci të matur.